Dafina Zeqiri reagon ashpër, u trondita. E zemëruar për fotot dhe intervistat për varrimin e vëllait të gjestit. Në mesazhin e saj, Dafina u shpreh se një ditë do t'ja mësoj djalit të saj të qëndrojë larg nga njerëz të tillë, të cilët sipas saj japin shembullin më të keq. Humaniteti kurrë nuk duhet të shkëmbehet për vëmendje. Vëmendja nuk duhet të vijë kurrë në kurrizë të dhimbjes së dikujt tjetër, përfundoi artistja. Shkrimi i saj. Rrjetet sociale janë të fuqishme, por gjithashtu edhe të rrezikshme. Janë ndërtuar mbi vëmendjen, por kur nuk duhet të lavdërojnë llojin e gabuar të saj. U trondita kur pash njerëz duke regjistruar me iPhone në një funeral, dhe ta ashtu quajtur VIP-a që jepnin intervista e mburreshin online me atë që u ishte thënë. Disa të ashtu quajtur gazetar bënin pyetje të parëndësishme, duke e kthyer dhimbjen e një familje në dritën e tyre të vetme. Kjo është absurde, çnjerëzore dhe thellësisht mos respektuese. Ajo që duhet të ishte një moment privat, u shndërrua në një cirk. Një ditë do t'ja mësoj djalit tim. Këta janë njerëzit nga të cilët duhet të qëndrosh larg, ata që japin shembullin më të keq. Humaniteti kurrë nuk duhet të shkëmbehet për vëmendje, sepse vëmendja nuk duhet të vijë kurrë në kurrizë të dhimbjes së dikujt tjetër. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.